Karanja, me qënë se unë dalëm tek mungesa e arrestimeve politike, i është dorëzuar realitetit politik Spaku dhe po largohet, po flas largohet, jo Spaku, po Dumani, pa prishur balancat? Unë mendoj se jo, them çështjet penale që janë dorë dhe standardet e krijuar tashmë, sepse disa lloje veprash të masave të sigurimit aty është bërë si praktikën ndiqen me arrest në burg. Tash kush është për arrest në burg sepse s'duhet të themi domethënë ka arreste, s'ka arreste, sepse mund të çohet një zyrtar i lartë në gjyq, mund të çohet edhe pa masë sigurimi. Pra duhet pa standardi, në kuptimin duhet pa me çfarë masë të çohet, mund të çohet edhe në gjendje të lirë dhe kjo është arritje pozitive, se nuk është e thënë ti fusim gjithë në burg. Mendoj që nuk do ndikohet, s'do ketë ndikim kur. Unë thash unë personalisht për masat e sigurimit kam tjetër qëndrim, jo vetëm për zyrtarët e lartë, por edhe për popullin e thjeshtë. Pra ti je jo për burg, nuk ka nevojë për burg. Burgu Burgu ka diçka, është masa e fundit. Pra domethënë është kushdo mas tjetër është e papërshtatshme. Pra domethënë si them unë, miza mund vritet edhe me pallask, jo me top. Kuptimin burgu është i fundit domethënë kuptimin. Neve s'duhet të shkojmë gjithmonë tek burgu. Në fakt gjithë njerëzit e drejtësisë, si ty që ish prokuror, avokat, jurist, edhe ne media duke filluar nga unë, po prap një mendim të gjithë janë kundra, po themi kësaj mase sigurie burgut. Jo, kur është kriteri ligjor se ka përcaktuar ligji i qartë, çdo mas tjetër është e papërshtatshme. Pra ti shikon tjerat, nëse vjen, pra duhet shohësh personi është përsëritës apo jo. A do largohet jashtë, a do largohet rrethanat familjare, sepse mund të jetë krau vetëm i punës në shtëpi, i rreziku për prishjen e provave. Edhe rreziku i prishjeve provave, janë shumë gjëra, kritere ligjore, të cilët i thonë, se ku e ka gjetur të shprehjen tani helmimin. Tani helmimi provave vjen nga helmimi i mollës së Adamit që ne e dim, që fruti përdoret termi fruti i pemës së helmuar, që kjo provë vjen dhe helmim. Çfarë prova, çfarë është marrë. Nuk ka vetëm provë që mund të jetë që mund dëmtosh provat, zakonisht janë provat me dëshmitar, ngjarje të rënda. Që janë ngjarje të rënda. A u përdorin këto arrestimet edhe këto masat e ashpra Karanja për CV personale, qoftë të prokurorëve atje, qoftë të Dumanit vet, të Spakut, pra si statistika po themi, që kemi arrestuar kaq e aq? Mendoj që ky është një standard i krijuar në vite. Pra nuk është se e bëri Dumanit të gjë. Shiko, erdha unë të në burg. Këtu kemi një standard krijuar në vite. Pra njerëzit në burg, futën në burg, të jemi në rregull. Shiko, lele Robin në burg, të jemi në rregull, e kemi aty, s'ka fjalë. Po çfarë fjalë që Robi, një person që është në burg, cënohet domethënë interesi familjes, interesi dhe personal, mund ndiqen dhe gjëra tjera. Pra, dhe ekonomik, sidomos. Dhe ekonomik, këtu kemi masat krijuar në vite. Pra nuk është sot ku nuk e fut Robin në burg, thot çka ka që se futi, çka ka ndodhur, pse nuk u arrestu. Mendoj që ka nevojë për ndryshim kodit procedurës penale. Pra duhet të jetë më i qartë kur vendoset masa sigurimit arrest në burg. Domethënë se s'është thënë gjithë njerëzit të jetojnë. Për një gjë të vogël, njerëzit ne kemi për 4 grama shash për shembull, për gjëra të rëndomta që njerëzit po kalben në burgje, kupton? Gjëra që janë burgje plot. Ta duhet të dalin prokurorë nga metoda e vjetër gjysmë sovjetike e fishing expedition. Pra që ti shkon një ekspedit hajde se po kap në i peshk rrugës. Ajo nuk bëhet ashtu. Se këta hajde fut aty, shty, hajde po gjem në i provë, jo zotëri. Dhe kjo ka qenë në fakt retorika politike e përkthyer në terma teknik të shqetësimit qytetar dhe tonin, ka qenë, zotëri, ju po bashkëpunoni me partnerë ndërkombëtar për një shkollë të re të hetimit. Shkolla e re e hetimit është që mbahet 5 vjet qepe dosjen me prova, pastaj merret dhe çohet direkt në burg. As para burgimit s'ka nevojë. Gjyqin direkt edhe ec. Më kupton? Ditëm biles, jo. Dhe çfarë provash do prishje që e çon para burgimit, ndërkohë që ti provat i ke mbledhur. Ti ke mbyllur provat. Mund ta çosh gjë të lirë. Një intelektual po e dënove penalisht, ti ja ke marrë expedition, kjo është pastaj është një gjë që na çon mbrapa ne, na çon nga lindja, jo nga perëndimi. Mirë.